Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara po mundësojnë udhëtime të sigurta, të rregullta dhe të mbrojtura për të gjithë sportdashërsit ndërkombëtar që synojnë të udhëtojnë drejt Amerikës për të ndjekur nga afër Kupën e Botës FIFA 2026. Në deklaratën e shpërndar në rrjetet sociale, ambasada thekson se autoritetet amerikane janë plotësisht të përgatitura për të përpunuar në kohë aplikimet për vizat e vizitorëve, duke u bërë thirrje të gjithë udhëtarëve potencial që të nisin procedurat sa më herët të jetë e mundur për të shmangur vonesat e mundshme. Ndërkohë, ndër të tjera në postim theksohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të mirëpresin tifozët ndërkombëtar dhe të inkurajojnë të gjithë ata që kanë nevojë për vizë amerikane duhet të aplikojnë. Thuhet në deklaratë ku nënvizohet edhe rëndësia e planifikimit paraprak për një përvojë udhëtimi sa më të qetë. Kupa e Botës FIFA 2026, e cila për herë të parë do të organizohet në 3 shtete, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe në Meksik, pritet të thyejë çdo rekord pjesëmarrjeje, duke tërhequr qindra mijëra vizitorë nga e gjithë bota. Përpasoj, institucionet amerikane parashikojnë një rritje të ndjeshme të kërkesave për viza turistike dhe po punojnë për të garantuar që procesi i aplikimit të jetë sa më efikas dhe i aksesueshëm për të gjithë.